shumë ko që shënojnë shqip, po mendojnë serbisht. Edhe nuk prit diçka të mirë prej asaj pjese që kritikojnë edhe ofendojnë. Do që janë të ofenduar vetë. Është një padrejtësi e madhe, edhe shumica që nuk e kuptojnë në Kosovë, nëse ndodh diçka të në Hag, ndodh gjithë Kosovës. Nderuar si je? Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05. Mirë, përshëndes. Jemi para 2 muaj nëse nuk. Po, dhjetor. E ke po video? Po. I ke po komentet? Ikum po. Qa mendon, për çfarë arsye kanë qenë ndoshta një shumicë të tyre ngjashme fjalse? Jo, shumica ata që kanë shënuar edhe jo kum përgjigj me një fjalë se shumë ko që shënojnë shqip, po mendojnë serbisht. Edhe nuk prit diçka të mirë prej asaj pjese që kritikojnë edhe ofendojnë. Do që janë të ofenduar vetë. Edhe po shihet realiteti sot, çka po ndodh, tash janë protesta po rrymë me krejt, siç kum thonë para 2 muaj, njëjtin mendim e kam sot, është 800 vjet. Domethënë ti nuk e ke ndryshuar? Absolutisht jo. Asnjëherë. Jo, ata do të më ndryshu, që e kanë kuptuar se e kum pas mirë. Nësa me mboj mend, jetonin në Mërgë. Ashtu është. Sot jemi në Shkurt, do t'jesh në protest për 17 Natyrisht, po. Natyrisht. Për ata dhe kumar. A për ato kjo orë? A do më tregon, çka këshe, realisht cilat janë fjallet tua, ose si këshe komentu ndodhit e fundin në Hag? Është një padrejtësi e madhe, edhe shumica që nuk e kuptojnë në Kosovë, nëse ndodh diçka të në Hag, ndodh gjithë Kosovës. Këta do të me kuptu çdo shqiptar. Para disa dite doli lajmi se po i kërkan 45 vite për gjithë secilin prej tyre. Çka mendon për këtë, si e komenton ti? Është e padrejtë, absolutisht. Çka më mendon, normal që është e padrejtë, ata nuk kanë bërë asgjë të keqe, kanë mbrojt vendin e tyre si çdo njeri. E pret që do të jetë një protestë masive? Besoj që po. Besoj që po. Në rregull, ndron faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam. Jo, faleminderit, përshëndetje. Kaloj mirë.